Vera ka ardhur, të gjithë duhet të shtojmë vëmendjen te mbrojtja e lëkurës, që të mos kemi pasoja, mos harroni. Lëkura ka memorie. Çdo rrezë dielli që depërton në të, qëndron aty, sjell pasoja nëse nuk e mbrojmë siç duhet me kremin e diellit, apo nëse nuk respektojmë këto oraret. Për të gjitha problematikat, për të gjitha dilemat, ato që qarkullojnë dhe në ditët e sotme në lidhje me përbërësit që mund të përmbaj kremi diellit, sa i shëndetshëm është ai, si duhet zgjedhur, çfarë diferencë ka një SPF 30 apo 50, a duhet përdorur ai kremi i vjetshëm, po tek fëmijët çfarë duhet të kemi parasysh. Do të diskutojmë të gjitha këto me një dermatologe e cila dua të ndalem pak, sepse është një emër që nderon mjekësinë edhe bukurinë në të njëjtën kohë. Ajo është dermatologe dhe lektore ndërkombëtare në kongreset më prestigjioze të botës në fushën e dermatologjisë dhe mjekësisë estetike, doktoresh Brunilda Bardhi, e cila ndan jetën mes Amerikës edhe Shqipërisë dhe Tiranës. Mirë se erdhe, kënaqësi që të kam këtu. Kënaqësi. Por më lejo të bëj edhe një prezantim ashtu siç duhet dhe siç ju e meritoni. Doktoresh Bruna shpesh është e ftuar në Universitetin e Chicago si lektore specializuar. Së fundmi është kthyer nga një tur kongresesh në SBA, në Prag, Lisbon, ku në çdo prezantim nuk haron të përfundoj me një pamje nga Shqipëria, duke përveç se duke kthyer këtë punë, përveç se si pasion të jashtëzakonshëm që ka, si profesioniste jashtëzakonshme, është dhe një ambasadore krenare e vendit tonë. Arsyeja që e ka rikthyer këtë herë në Shqipëri, duke patur parasysh që jeton pjesën më të madhe të kohës jashtë, është kongresi i madh që do të mbahet në 2 ditë si kundër e përmenda, në 14 dhe 15 qershor, shoqata ATKAD e dermatologjisë kozmetike dhe estetike, e themeluar dhe drejtuar nga doktoresh Bruna, mirëpret dermatolog, trajner dhe akademik nga e gjithë bota në një event që e kthen Shqipërinë në epicentër të zhvillimeve më të fundit, rrisive më të fundit të dermatologjisë dhe estetikës në këtë fushë, duke e sjellë në epicentër në Tiranë. Kështu që do të flasim për të gjitha këto me doktoresh Brunën. Ndjes për prezantimin, po e kisha të nevojshme që publiku të mësonte diçka më tepër rreth zhvillimeve dhe të rejave nga jeta jote. Faleminderit shumë. Në fakt, pas 25 viteve mjeke, eksperiencë dhe sfidave, të gjitha ato janë pjesë e rrugëtimit që ne bëjmë gjatë karrierës sonë dhe pavarësisht, u mendoj që gjithë secili nga ne ka rrugën e vet, por secili ka objektivat dhe qëllimet e veta në jetë. Unë të falenderoj sërish që jam e ftuar, është kënaqësi Niki të jem në emisionin tënd. Gjithashtu kënaqësia jon. Tani do ta nisim fillimisht me këshillat praktike dhe më pas do të ndalemi tek eventi i rëndësishëm, sepse nuk është kollaj të sjellësh icon e dermatologjisë dhe estetikës botërore në Tiranë, ti bësh bashkë dhe tregojnë eksperjencat dhe rrisitë e tyre në këto fusha. FDA-ja ka paralajmëruar që për zgjedhjen e kremrave me SPF, kremave të diellit, duhet jeni të vëmendshëm për të lexuar dhe etiketa dhe për t'i përdorur siç duhet ato. A jemi në rrezik apo jo? Çfarë kujdesi duhet të kemi në përzgjedhjen e kremit që na mbron nga rrezet e dëmshme? Atëherë, ne gjithmonë si dermatolog, ne theksojmë, duhet të zgjidhet kremi i duhur për fototipin e lëkurës dhe për grup moshat e caktuara. Sepse për fëmijët janë tjetër kremra që janë kryesisht kremra minerale apo fizik që i quajmë ne, që kanë titanium dioksid ose oksid zingu, janë ato kremrat që kur lyen ngelen pak të trashë dhe një filtr i bardhë, ku njerëzit në përgjithësi se kanë qef atë lloj filtri, por është për lëkura sensitive dhe fëmijët, ndërsa kremrat me bazë kimike, që thatë dhe ju që përmendet ku dhe FDA-ja ka thënë që të keni kujdes, por nuk ka eksaktësisht një përcaktim që thotë ky nuk duhet përdorur, sepse janë studime të bëra në laboratore dhe janë gjetur disa përbërës të cilët nga përsëritja e herpaseshme apo në sasi të mëdha mund të kenë një kalim të tyre në gjak apo është gjetur dhe në korale, por kjo nuk do të thotë që ti mos e vendosësh një krem me filtr kimik, sepse është më i hollë, më transparent, më i adaptueshëm, por gjithmonë sipas disa këshillave që jep mjeku dermatolog dhe pa diskutim kushteve në të cilat duhet mbajtur dhe mënyra se si duhet aplikuar. Po cilët janë këta përbërës që me këta filtra fizik që u përmendët,
depërtimi i tyre në gjak është më i shpejt edhe mes të tjerave pastaj kishte edhe probleme që shkakton probleme hormonale, nëse aplikohen... Hormonal disruption që thëmë. Problemi janë benzenet apo oksibenzenet, të cilat në përqindje është shumë të vogël, por këto nuk është se përbëjnë rrezik, sepse duke krahasuar riskun që ti mund të kesh për një kancer lëkure nëse ti del pambrojtur, në krahasim nëse ti e mbi e tepron aplikimin e këtij kremi, atëherë në këtë rast duhet të bëjmë balancën se cilin krem ti mund të kalosh nga kremrat me mbrojtje fizike. Por kjo s'do të thotë që të krijojmë panik tek njerëzit, sepse kremrat e diellit janë kushti kryesor për të mbrojtur një lëkurë ndaj kancerit lëkurës. Nëse mua si dermatologe do më thoshe, do më rreshtoje 10 kremra këtu për mbajtjen e lëkurës dhe do më thoshe kë krem do zgjidhje vetëm një krem, unë do zgjidhja të parin kremin me filtr mbrojtës. Por gjithmonë është mirë të konsultohen me dermatologun, sepse dermatologu është ai që të jetë kremin e duhur. Edhe në Shqipëri duhet kemi parasysh dhe kulturën mjekësore, që njerëzit... Për të lexuar pak të përbërësit, për të konsultuar... Po të lexuar datën e skadencës, po të mos përdorin krema që i kam përdorur një vit më përpara. Ja, këtu do të ndalem, se ka njerëz që thonë përpri se kjo 12 muaj e ka afatin, pra që po ta bëjmë llogaritje, nëse kremi është blerë në korrik, i bie që deri në korrik e ka një afat për ta përdorur. Është normale të përdoret? Në qoftë se ai nuk është i hapur, po në qoftë se ti e hap nga momenti i hapjes deri në 6 muaj ti duhet ta kesh mbaruar. Përndryshe ti mos e apliko hidha të krem. Por ti mund ta dallosh fare kollaj, për shembull një krem sepse ai ndryshon erën, ndryshon ngjyrën, ndryshon konsistencën kur ti e hap në lëkurë. Vet ujë, vet kremi, pra janë këto. Po, ose bëhet si me kokriza. Domethënë çdo njeri nuk është kursim që ti të vendosësh kremin i cili të ka tepruar, përkundrazi ato kimikate mund të oksidohen, sepse është e rëndësishme edhe mbajtja temperaturën në cilën mbahen ato, sepse nëse ti i mban në temperatura shumë të nxehta, risku i denaturimit të tyre është më i madh. Se themi ne, çdo 2 orë nëse je jashtë duhet riaplikuar. Po, atë 2 orë ose atë periudhë në të cilën personi është në plazh, është dhe kremi me vete, që do të thotë është në një temperaturë të lartë. Është i dëmshëm aty si ta ruajmë? Ne gjithmonë mbajmë kështu cooling me vete, që fusim gjëra të freskëta, ta fusin aty në një frigorifer të vogël me zinxhir, të gjithë i kemi ato, një pak akull. Besoj se çdo njeri e merr këtë, sidomos kush janë kush janë familjar apo që kanë fëmijë. Ndërsa të rinjt janë pak më të neglizhent, por ne gjithmonë themi duhet riaplikoj çdo 2 orë. Nëse je jashtë, edhe kur je që ngjet makinën, edhe sidomos duart, për shembull, sepse janë bërë del qarkullon një foto shumë e famshme tek dermatologët e një shoferi ku njëra anë rife gjithmonë nga dielli dhe ana tjetër nuk rife nga dielli. Dhe kjo anë ishte më tepër me rrudha, me njolla, pra më e plakur, pra dielli shkakton dhe plakje, dhe kancer lëkure, pra në orët e forta. Prandaj është shumë e rëndësishme mbrojtja e diellit për të shmangur dhe për shëndetin. Ne nuk themi se është bukuria e para, ne si mjek themi të mbrojmë shëndetin tonë. Kremi që përdoret për trupin, mund të aplikohet edhe në fytyrë, se ka njerëz që përdorin për të dyja njësoj? Ato faktikisht kanë një konsistencë tjetër në mënyrë të tillë që të përhapen në trup, ndërsa në fytyrë janë pak më të koncentruara specifikisht për fytyrën, sepse duke qenë parasysh që dhe dielli dhe këndi i rënjes në fytyrë është më i madh, risku për të bërë pigmentime është më i madh dhe konsistenca është ndryshe nga e trupit. Ndërsa trupi, duke qenë se është një sipërfaqe më e madhe, kërkon dhe një përhapje më të mirë. Por mbrojtja është sigurisht duhet jetë 30 e sipër filtri, pra 30 e sipër që ti jesh i mbrojtur. Çfarë diferencë ka 30, 50 apo më shumë, pra kremrat me SPF mbi 50, apo përbëjnë ndonjë diferencë të madhe? Zakonisht 30, 50, 100, nga 94-97% mbrojnë kremrat, po kalkulimi bëhet, unë e kam thënë dhe herë tjetër, bëhet nëse një person është fototip 1, 2, 3, apo fytyrë me lëkurë me çelët apo me erët, është koha kur ti del në diell që ekspozohesh dhe digjesh, shumë zojnë numrin që ke të filtrit në krem. Pra nëse ti digjesh për 10 minuta herë 100, ty të duhen pas 100 minutash ta riaplikosh kremin. Kjo ka të bëjë. Persona që preferojnë ato, po jo se kanë ndonjë. Jam me 100 dhe jam me mbrojtur 100%, ja absolutisht. Je më i sigurt edhe e ke vendosur njerëz, thotë kanë vendosur atë 100-shin dhe smz. Është 100 herë më mirë të kesh atë 100-shin se sa atë 15-shin apo mos vësh fare. Apo mos vësh fare, se ka njerëz që zgjedhin të mos vënë fare se duan të nxjihen.
Çfarë pasojash kanë, se vendosi vetëm ato vajrat nxirës, pa absolutisht, je i pambrojtur, je ekspozuar dhe rritë riskun akoma më tepër, sepse ne themi nga fëmijëria e ershme deri në moshën 20 vjeçare, ti merr gati 70% të rrezatimit dhe djegjeve që pëson dhe rrit riskun për kancer lëkure në një moshë më të vonshme. Çdo lloj djegje, sa herë ti digjesh, ti dyfishon shanset që ti mund të fitosh në më vonë një kancer lëkure, pra mund të krijosh një kancer lëkure apo dhe një melanom. Por kjo s'do të thotë detyrimisht që një melanom të dalë mbi një nishan, sepse një melanom del denove, del në një zonë të pastër. S'ka lidhje vetëm të pjesa e nishanëve, të cilat edhe këto duhen patur kujdes dhe duhen mbrojtur në ekspozimin me diell. Shoh njerëz që vendosin lekoplast apo vendosin e mbulojnë atë nishanin me shumë krem dhe më pas vendosin lekoplast. Kjo është mënyra e dur apo ka ndonjë sugjerim? Ka kremra specifik të cilët kanë dhe përmbajtje dyllore brenda që stik ngjiten pas nishanit dhe mundësisht kur janë kështu stik duhet i bien 3-4 herë mbi nishan apo dhe kur e përdorim në fytyrë sepse ka forma të ndryshme, konsistenca të ndryshme, gjithsesi ato duhet të ndjekin udhëzimet në mënyrë të tillë që të vendoset sasi e dur, se për shembull, në fytyrë duhen 2 viza këtu të gishtave që sasia, pra më trego pak sasinë që duhet, 2 vizat e ose një lugë çaj, ose 2 vizat e gishtave dhe kjo është sasia e dur që duhet vendosur kur ti e aplikon, pra fytyrën, qafën, po shpesh njerëzit harrojnë veshët. Harrojnë mbrapa qafës, apo harrojnë pjesën e kokës që kanë pa flok, për shembull. Edhe shpesher na vinë me këto djegjet u digjet lëkura, apo bëjnë keratoza aktinike, pra forma prekanceroze më vonë, apo te pjesa e këmbës, pjesa e kurizit të këmbës që harrojnë. Edhe kur shkon në plazh, duhet vendosësh krem dhe si për këmbës, dhe poshtë e shputa. Edhe thonjë duar duhet t'i mbulosh mirë, sepse kemi edhe kancer melanoma edhe në përthonjë. Pra duhet një mbulim të mirë, por unë gjithmonë rekomandoj, mundohuni që të vishni këmisha me mëngë të gjata, pantallonat shkurtra, që të shmangni kremra sasi të mëdhaja të kremit. Të kur futeni, futuni launi, shiuni mirë e mirë, para se të dalësh 20 minuta pare që lëkura të ketë mundësi të kryoj atë filtrin mbrojtës. Po kur hym në det, përpara apo pas pasi të dalësh, pasi dalësh nga dielli, duhet të fshihesh në mënyrë që të aplikohet. Edhe ta reaplikosh, ka edhe në formë spray, të cilën personat sidomos që kanë qime, kështu e kanë më kollaj për tu përhapur. Pra ka opsione të ndryshme, por e rëndësishme është të vendoset kremi i dur, apo spray, apo late. Si të kombinohet kremi i duhur me SPF-n e dur që u përmendët me atë vaj nxirës? Pra, janë si kur shty njëra tjetër, njëri e mbron tjetëri përthith frezen për të nxirë, për të marrë atë ngjyrën e bukur që të gjithë e duan në plazh? Atëherë ne në mënyrë fare natyrale mund të nxjihemi para orës 10 dhe pas orës 4, sepse ne kemi nevojë dhe për vitaminën D, e cila metabolizohet nëpërmjet lëkurës. Të cilën e blokon kremi, apo jo? Po, kështu që ne duhet 15 minuta, po para orës 10 dhe pas orës 4, 15 minuta të dalësh, ti e merë, Bilemistani ishte një profesor gjerman që po thoshte 15 minuta vetëm shputat e duarve, ti mund të arish të metabolizohet edhe vitamina D. Bëjnë studime të ndryshme, sepse është si përfaqja më e madhe. Jo, te fëmijët është sigurisht është më e vogël, por te fëmijët e vegjël do kemi parasysh nën 6 muaj, do kenë shumë kujdes, sepse akoma mekanizmat mbrojtës tek fëmijët e vegjël, bebet nuk janë akoma të formësuar ashtu siç duhet dhe duhet t'i mbrojnë bebet e vogla. Dhe sidomos dhe moshat e treta, gjyshrit që kemi, duhet t'i mbrojmë dhe mos dalin në orët e forta, sepse bija i piku i diellit, përveç se punës së kremit, dhe duhet të hanë shëndetshëm, agrume, po limon, portokall, gjitha këto, sepse kanë veti antioksidante dhe ndihmojnë organizmin. Ka shumë rëndësi edhe mënyra jetesës, mënyra të ngrënit dhe aktiviteti fizik. Se ne duam qika të shtrirjen dhe qëndrimin për orë të tëra në çadrën e plazhit, në zë dhe gjumi. Po, dhe pastaj të lyen me kos, po le të marrim një spray me aloe vera të paktën, sepse aloe vera është shumë e mirë për djegjet, dhe të vënë zile kur bie në gjumë, sepse ajo ngrohtësia e diellit edhe kur je i lodhur natyrisht të relakson. Por të vënë një zile që të paktën të zgjohen mos i zor gjumi se do dalin të kuq pastaj. S'është vetëm pjesa estetike, se sot kemi më shumë përgjendjet e shëndetit. Në këto oraret që ne përthithim dhe atë vitaminën D, para orës 10 dhe pas orës 4,
Nëse nuk vendosim krem dielli, krem mbrojtës, nuk kemi rrezik, se janë rrezet më të shëndetshme. Janë rrezet të shëndetshme. Më pas do të mbrohemi. Në cilat zona gratë dhe burrat janë më predispozuar për shkak të pambrojtjes ose neglizhencës që kanë bërë me mbrojtjen me krem mund të zhvillohet edhe kanceri lëkurës? Cilat zona? Nga studimet e bëra, studimet e fundit, rezulton që rreth 60% e meshkujve mund të bëjnë më tepër melanoma dhe femrat 40%, dhe kryesisht meshkujt lokalizimi, predispozicionin më tepër e kanë në kuriz, ndërsa femrat në pjesën e kërcirit. Interesante kjo pjesa, të gjurje poshtë. Po, ne faktikisht dalim edhe më shumë të ekspozuara, po jo detyrimisht duhet kesh një nishan që të kesh. Unë kam pasur raste dhe vajzat të reja, mbaj mend goca 26 vjeç, kam pas para disa kohësh, më të në pjesën e kërcirit, po meshkuj për shumë pjesën e kurizit, dhe se kanë idenë, ne gjithmonë theksojmë dhe duhet të tërheqim vëmendjen. Bëni një herë në vit kontroll të mjeku dermatolog. Minimalisht, komplet lëkurën, komplet të kontrollojt lëkurën, jo vetëm nishanet, sepse melanoma nuk del vetëm mbi një nishan, del dhe në lëkurë të pastër. Prandaj themi një herë në vit, kush ka nishane apo histori kancer lëkure në familje, minimalisht 2 herë në vit, apo sipas këshillave që i jep mjeku dermatolog, sepse kanë ndjekje në varësi të llojit të nishanit. Është dielli shkaktari kryesor i kancerit të lëkurës? Po, nga faktorët e jashtëm është dielli dhe sigurisht është predispozicioni genetik, pa diskutim. A na shkakton celulit ndjenja për kohë të gjatë në diell të pambrojtur? Është një ndikim i drejt për drejt? Celuliti ka të bëjë me ndryshimet hormonale kryesisht, dhe ka të bëjë dhe me ndryshimet në peshë, sepse ajo janë qeliza dhjamore të cilat zmadhohen dhe midis tyre krijohet infibrotik, po e shpjegoj nga ana estetike. Dhe në fazën e parë, sidomos në adoleshencë apo që fillojnë ndryshimet hormonale, fillojnë ato valëzimet e lehta. Celulite kanë dhe meshkujt, po kanë më pak, por sidomos nga estrogenët që favorizohet. Por këto mund të trajtohen me masazh apo me kremra, por në stadi kur fillojnë grade e 2, e 3, e 4, ka nevojë pa diskutim për aparatura në mënyrë të tillë që ai indifibrotik apo ndërhyrje ka disa kajnula që ne futemi brenda për të çartë indifibrotik, sepse ato krijojnë si ishuj tullumbace të vogla që kanë një ind që e tërheq poshtë. Atëherë ne duhet ta çajmë këtë që të normalizohet dhe të jetë lëkura e njëtrajtshme. Përndryshe, ti me masazh, se shikoj vinë për shembull, i kanë këmbët e nxira nga masazhi i fortë. Jo, se ti çan kapilarët, derma ka kapilar dhe celuliti është pak më thellë, është në hipoderm. Dhe unë nuk do të sugjeroja këto nxirje të mëdha, sepse ti mund të bësh drenazhimin limfatik dhe ta ndihmosh, por jo të shkaktosh deri në nxirje dhe çarje të kapilarëve. Ka aparatura që janë me radiofrekuencë, me vakum, me rolle, me ultrasound. Pra, sot në Tiranë, sot ne kemi gjitha llojet e aparaturave. Cila është mënyra më e mirë për ta eliminuar celulitin? Përmes aparaturave apo dhe përmes mënyrave të tjera? Dhe as duket ai? Po, pa diskutim. Atëherë, kur janë stadet e para, gati 95% e njerëzve kanë celulit. Nuk është se ti mund ta zhdukësh, thjesht e përmirëson, e mban në kontroll dhe duke i zvogluar nga grade 4, 3, 2. Nuk mund të pretendojmë të zhdukim, por ne rekomandojmë ndryshimi i mënyrës së jetesës. Duhet të hash shëndetshëm, duhet të bësh fiskulturë, mos rish shumë ulur dhe kur i çdo 25-30 minuta mundo të çohesh, mund të bësh ca squatsa, më kupton ta ndihmosh pak qarkullimin limfatik. Por në momentin që ato bëhen, që themi dalin si topa, ti ke nevojë patjetër për aparatura. Është e kot që të mendojnë që me masazhe mund t'ikin, se ti thjesht e bën masazhin, moment ajo ulet pak, nivelohet, po, për nëse ti do një efekt më të gjatë, sigurisht derma do zgjatet me këto aparatura efekti 6 deri në 12 muaj. Qartë. Okej, besoj se e kemi ezauruar këtë pjesën e kujdesit dhe çfarë këshillash që dham, ndoshta do të jenë po kapelet, syzet me filtr mbrojtës duhet i kem parasysh, gjithë i dinë këto, po ne ja u përmendim që sepse përsëritja më me dijes. Kapelet na mbrojnë nga këto njollat kafe, se të gjitha e kanë merak këtë pjesën e fytyrës vajzat gratë. Kapelet të dhaja, të bardha me pak vrim. Dhe pa diskutim, ju mund të përdorni edhe pak serumin me vitaminë C, po jo kur shkoni në plazh në ditën e zakonshme, poshtë dhe si për kremin e diellit, dhe ka terapitë të cilat ju mund t'i bëni edhe gjatë kohës së verës, sepse është akumulim dhe njollat nuk janë vetëm në epiderm, shkojnë dhe poshtë në derm.
Dhe një gabim që unë shikoj në shumë qendra që i marrin përsipër njollat, ja u përkeqësojnë sepse e shtyn pigmentin, qelizat e pigmentit ndodhen midis dermës dhe epidermës, dhe me metodat e gabuara apo agresive e shtyn pigmentin dhe më thellë dhe e përkeqësojnë. Ka protokolle specifike.